Për javë të tëra përpara zgjedhjeve, Edi Rama kishte vendosur që pas 11 majit të shkërkonte drejtorin e përgjithshëm të policisë Ilir Proda. Konflikti i heshtur mes tij dhe ministrit brendshëm Ervin Hoxha kishte degraduar në ndërprerje totale, komunikimi dhe intriga reciproke kundër njëri tjetrit. Ministri Hoxha, një nga njerëzit më të afërt të kryeministrit, i kërkoi hapur Ramos largimin e Prodës, duke përdorur si argument rikthimin masiv të krimit në territor, rënien e autoritetit policisë dhe përfshirjen e shefave të emëruar prej tij në veprimtari kriminale. 6 muajt e fundit një sër ngjarjesh e faktesh implikuan në mënyrë të drejtë për drejtë zyrtarë të policisë së shtetit në bashkëpunim me grupe kriminale, një bilanc katastrofik për një drejtues policie. Por ndodhi ajo që nuk pritej. Pas zgjedhjeve, konflikti mes Hoxhës dhe Prodës u shua si me pult. Komunikimi u rikthye, paqja u vendos dhe gjithçka u harrua si të mos kishte ndodhur asgjë. Fitues në dukje kundrejt ministrit brendshëm. Por mbjetesa Ilir Prodës kishte një arsye tjetër shumë më të thellë. Ilir Proda e shpëtoi kokën sepse i shërbeu Edi Ramës me krimin zgjedhor. Gjatë procesit elektoral nga dita e votimit deri në mbylljen e numërimit, policia e drejtuar nga Proda u bë garant i heshtur i manipulimit. Në qytetet kyçe, Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Dibër, Korçë, Kukës, Vlorë u denoncuan 10 raste me prova filmike për ndërhyrje të strukturave të PS-së në procesin zgjedhor, denoncime që shkonin nga lista votuesish jashtë dhe brenda qendrave të votimit, të vëzhgues të krimit me dokumente zyrtare të Partisë Socialiste, të zyrtarë që bënin presion pranë qendrave të votimit. Por policia e shtetit me urdhër apo vetdije nuk veproi. Në shumicën ndërmuese të rasteve, efektivët nuk shkuan fare në vend ngjarje. Në raste të tjera mbritën me orë të tëra vonesë pasi provat ishin zhdukur dhe autorët kishin ikur. Në raste më të rënda, policët ishin prezent në qendrat e votimit dhe nuk ndërhyrnin as kur ndodhte dhunë, kërcënime apo intimidimi hapur. Në Vorë, Elbasan, Fier, Dibër e Tiranë u raportuan ngjarje të tilla ku eksponent të krimit që punonin për PS-n vepronin të papenguar në sy të policisë. Ky kontribut i heshtur e strategjike bëri Ilir Prodën të vlefshëm për Ramën, jo si profesionist, jo si garant i ligjit, por si garantues i fitores. Dhe për këtë arsye vendimi për shkarkim u tërhoq, dosja e konfliktit me Hoxhën u mbyll dhe pozita e tij u rikonfirmua për aq kohë sa do i shërbej pushtetit me të njëjtën bindje. Pra në kryet policisë së shtetit kemi një drejtues që shpërblehet për heshtje dhe tolerancë ndaj krimit elektoral, ndërsa në krye të Ministrisë së Brendshme qëndron një besnik i sistemit që ka përkthyer besnikërinë në shërbime të dyshimta ndër vite. Ky është shteti që po ndërton Edi Rama, një aparat sigurie që nuk mbrojti zgjedhjet, por partinë, një polici që nuk garantoi rendin, por rezultatin.